Faleminderit shumë. Mendoj që po shpresoj që do të jetë një proces zgjedhor çfarë meriton Kosova, që të jetë një proces zgjedhor që kalon pa asnjë problem, që kalon pa telashe, me një sistem që ja mundson qytetarëve tonë të shprehin vullnetin e tyre, që të zgjedhin në formë demokratike, dhe që me këtë rast dëshiroj të ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për votë, që dalin të votojnë, nga se kjo është një ditë ku forcohet demokracia, forcohen institucionet e vendit, u jepet mundësi të krijohen institucione të reja të vendit, dhe si e tillë është një drejtë që duhet ta gëzon dhe duhet ta shfrytëzon secili qytetar. Andaj shpresoj që qytetarët tonë sot do t'i përgjigjen me numër të madh të votave, që dalim të gjitha ta shfrytëzojmë të drejtën tonë, ta krijojmë mundësinë të kemi institucione të reja të Kosovës.